Zoti Peleshi, është absurde kjo që bëni, ndërkohë që dëgjoni çdo fjalë e kaloni në lupë çdo fjalë të opozitës, nuk dëgjoni shpifjet, mashtrimet dhe fyerjet e ministres brendshme, e cila në fakt mishëron më së miri modelin tuaj duke nisur nga propaganda. Mos harroni, po flasim për një ministre të brendshme që aktin e saj të parë në zyrë e ka shkarkimin e zëvendësministrit se piu duan. Dhe e njëjta ministre e brendshme refuzon sot një fjalë për gjyqtarin, po për procedurë kam. Për procedurë kam, për gjuhën e asaj. E njëjta ministre e brendshme refuzon të mbajë përgjegjësi për vrasjen e një gjyqtari në sallë gjyqit, e pa dëgjuar në botë. Ku e keni parë ndosë? Sa po gënjeu prap? Sa nëse do kishte përgjegjësi një polici i shtetit, do të kishte patur arrestim. Ditën e djeshme i ka parë lajmet apo jo? Që është arrestuar polici Roja aty. Sepse ka qenë përgjegjës për kontrollin e gjithë qytetarëve që hynin brenda. Sërish ka gënyer. Dhe ndërkohë, me që janë të dy bashkë, se për procedurë, në fillim shparo, fjalori është krejt në rregull. Ku është fjalorin me probleme ti? Ke e vërteta? Ku është fjalorin me probleme? Dhe e nisët me një ndjesë për atë tentativë që bët për glorifikimin dhe rehabilitimin e figurës Enver Hoxhës, që në fakt mishëron më së miri kulturën politike të njeriu të ri rilindas, që e mishëruan ta, pak më parë që folën, me në krye Ministrin e Drejtësisë. Një militant që ishte era e parë që ju dha mundësia të fliste në këtë sallë dhe e pat qasjen e tij, sjelljen e tij, kërcitjen e dhëmbëve dhe presionin që ushtronte. Njeriu i ri rilindas mishërohet më së miri ke këta, pa bosht, pa kujtesë, pa kundërshti, pa kulturë, pa memorie. Për këtë e kishin fjalën e. Dhe të vazhdosh të kërkosh ndryshimin e rregullores, sërish pasi e ndryshuat në mënyrë të njëanshme, vetëm para 2 javësh, ku doni të shkoni? Se sa u propozua pak më parë, ti ishni fjalën e opozitës. Qohet kreu i grupit parlamentar të PS, sot kemi arritur dakordsi për të folur 10 orë. Shumë mirë. Të flasim 10 orë për akepin, për erën, për erun, dhe mos flasim dot 1 minutë për faktin që sot dhe ambientet e gjykatave janë të pasigurta. Kjo nuk është çështje e Partisë Demokratike, është një problem i shoqërisë shqiptare, është një problem i qytetarëve me parti, pa parti, me bindje apo jo politike. Është një problem që duhet çonte në këmbë këtë sallë çdo institucion të Republikës së Shqipërisë, në fakt që para 7 apo 8 muajsh, kur në gjyqin, në GKO të ish-kreut Bashkisë Tiranë për herë të parë u rrethuan makinat e gjyqtarëve, u rrethuan makinat e prokurorëve, u kërcënuan dhe u drejtuan me letër zyrtare GKO-ja, Policisë Shtetit dhe institucioneve të Republikës dhe nuk morën përgjigje. E keni patur atë që ndodhi në sallën e gjyqit, një skenë paralajmëruar që 7 muaj më parë. Që 7 muaj më parë, kur u kërcënuan, po e them edhe një herë, si asnjëherë më përpara. Zoti Taulant Balla ka kërkuar